Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se edhe në kanalin tim, sot kemi një të tërë vlog edhe e di që keni shumë të drejtë më bërtisni, ju jap dorën, mund të më bërtisni sa të doni, keni shumë të drejtë, unë kam pasur vlogje gati dhe nuk kam pasur mundësi të postoj në kohë, megjithatë jam munduar të postoj resht, siç edhe juve e keni parë, dhe kam nisur këtë vlogun e ri një javë pas ardhjes nga Malta. Sepse e di shumë ishte të thoni çka ke bërë një javë që nuk e dëgjuar asgjë. Jam marrë vetëm me koleksionin e ri të Charm Couture dhe të Charmit të bardh. Charmit të bardh do lançohet pak më vonë se sa ky që po lançojmë tani. Dhe prandaj realisht kam qenë full vetëm duke punuar, kështu që tani që u lirova pak edhe do kem vetëm Charmin e bardh, kam më shumë mundësi. Data sot është 20 dhjetor, jam një ditë përpara ditëlindjes, nuk kam bërë as edhe foto as edhe një gjë, prandaj sot kam bërë edhe make-up vet, shumë pak make-up, nuk kurse kam bërë ndonjë gjë wow. Dhe do bëj disa foto të dyqani, kam blerë disa tullumbace dhe duhet të shkoj të bëj pagesat, sepse data 20 unë e kam qëllimin të bëj përpara datës 20. Mirë po, sot u kujtova që është data 20. Kur po visha xhupin, kështu që me vrap të shkoj të bëj pagesat, ose më sakt me vrap t'i tani direkt me vrap. Sa erdha në dyqan, mora letrat që kisha printuar një ditë më përpara dhe me vrap duke shkuar dhe bërë pagesat. Sepse ju thash që mbyllej posta në orën 1:30. Në fakt posta u mbyll ka në orën 8, por pagesat që unë kisha për të kryer të shtunën ishin deri në orën 1:30. Nuk e di se ç'a kuptimi ka kjo, apo kaloni në sistem diçka e tillë, domethënë. Nëse unë i bëra i hoqja qafe se përndryshe do kisha hyrë në depresion. Tani dua të bëj disa foto, pasi siç thash kam ditëlindje nesër, edhe dua që t'i bëj përpara se sa të vinë gocat që kanë në takim sot, është shtunë edhe ne sot kemi goxha punë. Prandaj thash t'i hiq qafe shpejt që mos më gjejnë duke marrë poza duke bërë fotot dhe më pas të kem të gjithë kohën përpara për vajzat. Gjithashtu do hyj pak lulet sot sepse kanë varur turin të lulet edhe duhet që t'ja rregullojmë turirin se nuk shkon. Vot jam bërë. Nuk ka diell fare këtu, kështu që të lulet që i kam këtu unë sikur po mbarojnë që të gjitha, po s'ka problem, do t'i zvendçojmë me lule fake. E kam kuptuar që vetëm lulet fake mund të duken bukur në dyqanin tim. Nuk kam ndonjë ide konkrete se si do t'i bëj, ose më saktë kisha, mirë po nuk më pëlqen ngjyra e tullumbaceve, është në gold e unë e doja të zezë. Mirë po tek Jumbo, te Emeraldi nuk është se gjeta ndonjë gjë. Thjesht ishin këto, ishte roza që kishte vetëm nishat, nuk ishte asnjë numër tjetër, edhe ato që ishin kështu me ngjyra. Me ngjyra nuk i doja. Edhe përfundova tek goldi. Tani duhet të zgjedh fustanin. Edhe për fustan nuk është se rrezikoj dot, domethënë çfarë ngjyre të vesh, është ky është rose gold, është i lezetshëm, edhe pastaj vjeshnja jo, se nuk shkon me goldin, do më mbesi e zeza, edhe të zezat jam midis kësaj, që këto by the way janë fustanet e reja, edhe kësaj velvetit këtu, që ka edhe kjo një detaj gold këtu. Mirë po nuk kam vathët. Do shoh një nga këto të dyja, është edhe kjo që është e lezetshme, por kish më mund të shkurtra, nuk dua që ta bëj. Është edhe kjo, nuk e di, mendoj se një nga këto të dyja. Më vjen për të qeshur sepse pas ka marrë shumë të madhe. Të merr si shumë të madhe. Okej. Wow, nuk e di se çfarë pasa më bë me këtë, po okej. I bëra disa foto dhe shpejt po sistemoj edhe të jem në rregull. Më duket se nuk ja u thash që kemi bërë gjëra të reja në dyqan. Kushtyra ime bën piktura dhe në xham, edhe na ka bërë këtë gjën këtu. Dhe vitina duket yll seriozisht. Yje, shikoni pak si ja kam bërë mamit make-upin. Sepse sot ka festën e punës, ndërsa flokot ti ka bërë te parukirat e lajgja. Apo ja? Përshëndetje nga goca e ditëlindjes. Dhe shikoni pak se çfarë dhurate kam marrë nga Denisi.
Nuk e dia, idealisht të çmendur. Përveç kësaj, më ka sjell edhe lule, sigurisht nuk mungon kurrë, në as edhe një ditëlindje, as si përvetor, as një ditë gruaje. Gjithmonë do të marr buqet me lule, por kjo nuk e di. Ka bërë mirë në fakt se është ftohtë tani edhe kjo do më ngrojë gjithë dimrin. Edhe me të dua këtu. Unë dola, është pak e rësirë, tash nuk e di nëse më shikoni, por po dal me Alën dhe me Artiolën. No telling where it goes. Driving through days. Dhe po, e thoni, më shu që mos bëhet dy. Unë erdha në shtëpi, unë ndrova dhe tani po dal me Emin dhe me Dainën. Bruna është në Gjermani, kështu që me Brunën të takohem pas të vi nga Gjermania. Mirë mëngjesi nga 2 ditë pas ditë të lindjes. Unë ditëlindjen e kisha të dielën, okay? Dje ishte e hënë, unë nuk pata mundësi pasi kisha shumë dorëzime fustanesh. Kisha një nuse, kisha disa vajza që kishin marrë për festat e punës, kështu që më duhej patjetër të rija gjithkohës në dyqan dhe nuk kam pasur mundësi të bëj as edhe një gjë. Edhe sot do të jetë e njëjta gjë, kam përdorzuar gati 4 fustane edhe kam 2, 3 5 goca që do vinë për provë, kështu që nuk e di se sa do mundem që të xhiroj, por thash me qenë se akoma s'ju kam treguar se çfarë mora dhurata për ditëlindje, dhe sot pas dite kam për të përdorur njërin prej tyre, thash okay, e hap telefonin edhe po xhiroj. Por përpara sa të shkoj të përdor këtë dhuratën, më duhet me vrap të shkoj në punë sepse kam punë. Shqyr zotit kam punë edhe të vrapoj sepse realisht mos të bëhem vonë, se e dini juve që e kam qik fiksim vonesën unë edhe po nxitoj edhe shihemi të puna. Për të dorëzuar sot kam këtë fustanin vishnje, të cilin do t'ja ulim pak të çarën edhe ta shkurtojm pak në fund, dhe kam tjetër kam këtë rozin. Pasam zoom, sorry. Këtë rozin, që edhe këtë do ta shkurtoj pak. Dhe kam këtë kafin këtu, edhe ku e lash një çantë që i kam bërë gati, sepse thjesht do vi t'i marrë një vajzë. Janë 2 fustane të zi nga koleksioni i dimrit, që besoj do ta keni parë në Instagram ose në TikTok. I mora ato që kishin për të bërë ndërhyrje, që të dërgoj të rroba qepsja. E dija shumë mirë që nuk do të xhiroja dot edhe ja u thash, por të paktën, ndryshimet e 2 fustaneve që u tregova disa sekonda më përpara i mbaruam, i kemi shkurtuar, i vendosëm mëngën, ja kemi bërë që të gjitha. Okej, ja ishte me një mëngë, tashmë është me 2. Edhe çfarë kemi bërë tjetër këtij, e kemi shkurtuar në fund, edhe ja ulëm pak shalën pak në poshtë. Dhe ati tjetri gjithashtu, ja vendosëm që të gjitha ato, e shkurtuam edhe atë, kështu që shqyr zotit i hoqa qafe. Tani do t'i marrë këto në një çantë dhe t'ja dërgoj me post. Tani, unë duhet që të mbyll dyqanin pak më herët sot, sepse siç që thash, do të përdor një nga dhuratat që mua më është bërë nga Eri te klinika e saj, që do shkoj së bashku me mamin tim për të bërë një hair spa, për të kaluar një ditë me mamin, një pasdite me mamin. Kështu që po i bëj të gjitha gati edhe le të ikim. Akoma e kam këtë rëmujën këtu që nga ditëlindja. Si janë shfryrë akoma këta, tu mbacet. Lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Mamas time i ka hyrë në tru që do të ndrojmë tavolinën e ngrënjes, kështu që po ikim të marrë një tavolinë ngrënje. Pas gjithë atij relaksit që kemi marrë nga klinika e Erit, jemi shumë gati për të kërkuar.
trust in our way. Ne shkua me zjodhëm edhe na erdhi. Kemi marrë të bardhë me këmbë druri. Po, edhe kariket janë këta. Shumë e lezetshme. Tani do marrim edhe mbulesa për divanin se nuk na pëlqejnë më. Kemi sërish punë. Po vendosim ambazhur. Edhe ma i gjumit. Taratatam. Ju tregova pak a shumë tavolinën edhe ambazhurin të dhoma e gjumit, po kemi ndryshuar edhe ambazhurin tek kuzhina. Nuk e di se si janë mamat tuaja, por kjo imja një herë në pak kohë do që të ndryshoj dhe të bëj gjëra të reja në shtëpi. Edhe tani është tekur që të ndryshoj edhe ambazhuret e korridorit, kështu që këto kohë besoj që do t'i vendosim. Tavolina tani nuk është se na shkon aq shumë me kuzhinën, kështu që do ndryshojmë tapetin, edhe rrugicën e korridorit, madje edhe mbulesat e tavolinave, po thoja, mbulesat e divanëve. Nuk e di. Po, kështu i teket kësaj mamacitës time, edhe do t'i bëjmë se ç'do bëjmë. Nuk do t'i plotësojmë dëshirat. Pasi mbaruam me këto, me thënë drejtën bëm pak edhe punën e shtëpisë, sepse sido që tjetë kur hapem vrima në tavan, bëhet me pluhur, edhe pastruam shtëpinë, jemi bërë gati, unë kam bërë shumë pak fare make-up, edhe në fakt për të veshur nuk është jam veshur në një gjë wow, se thash te tezja do shkoj, dhe pas tezës do ikim në aheng, kështu që rrobat e ahengut unë i kam marrë me vete, që mos vishja taka. Cizmet e taka që tani rrugës, por t'i vesh ku të shkem atje, do me thënë. Më kuptoni, jo gocat më kuptoni. Thjesht bëra make-upin, kam marrë edhe disa make-upin me vete, se ndoshta mund të qëndrojnë për dark tek tezja. Kështu tani më lot dora mua, po do t'ju rregoj pak edhe ambazhurin e kuzhinës, edhe këtë sepse ka 3 ngjyra të ndryshme. Po, 3 ngjyra të ndryshme. Ja, të kur thash 3 ngjyra të ndryshme, për këtë e kam fjalën. Endes njëherë është kjo e bardha e akullit, e thik, endes sërisht është kjo e verda, dhe e treta është kjo që më pëlqen më shumë sepse është më natyralja. Ndërsa te kuzhina kemi marrë këtë pak a shumë si ajo të mos i gjumit, vetëm se është me katrore, duke qenë se kuzhina është pak më në formë katrore, këto gjëra, tavolina e këto tjerat. Edhe tham se shkon më shumë. Sigurisht që edhe kjo ka disa tonalitete. Njësoj do me thënë 3. Mëngjesi që të gjithëve nga Albana e ditës tjetër, ose më saktë 2 ditëve më pas, sepse atë natë ne vendosëm që të rrim nga tezja, duke qenë se e ka afër me nusën e dajës shtëpinë, edhe tham, okay, po qëndrojmë aty, dhe pastaj unë shkova direkt në punë edhe nuk filmova asgjë, sepse s'kishte kuptim se si të bëja lidhjen e ditëve, e ndryshimit të ditëve. Kështu që ja ku jemi sot, kam bërë një dush edhe thash, më dolën flokët çiksi më të drejta se zakonisht. Po i shikoni vetëm se janë pak të fryra, edhe thash po i drejtoj. Dhe u kujtova që pjaserin kam lënë te puna, kështu që besoj se do vishem edhe do t'i drejtoj te puna, por thash t'ju tregoj, akoma që kam treguar dhuratat e ditëlindjes, por po preset disa të tjera edhe t'ja u tregoj tamam, ndërkohë që thash t'ju tregoj këtë larjen e çantës Longchamp. Po e mbani mend, unë kam bler në vjet, në këtë periudhë mos gaboj, në Malt, edhe nuk e kisha lar, e kam stra përdorur, do me thënë nuk e di, unë vetëm këtë çantë mbaj, besëm keni parë, edhe pse është e vogël, ze shumë gjëra brenda, ose ze të paktën ato të nevojshme, telefonin e punës, portofolin, çelësat, edhe lapsin, shkëlqysin e buzëve. Kështu që besoj se është mjaftueshëm për çdo vajzë. Nëse se ka vajza që çfarë nuk fusin te çantat e tyre, kështu që nuk është për ju, por për juve që keni këto të voglat, ja super vlen. Mirë po, këto janë cop nga jashtë edhe bëheshin pis. Unë se kisha larë edhe një herë edhe thash ta provoj ta laj. Tani, me çfarë lava? Mora zgrezatoren, e dini atë zgrezatore universale që është me një gjel, atë, e bëra me spray, e lash pak fare, ndoshta 5 minuta, sepse një vajzë më pati shkruajtur se la shumë gjatë në ujë dhe çfarë ndodhi? Kishte lëshuar boj kjo
pjesa e lëkurës kafe. Dhe normalisht nuk doja që të më ndodhte ajo gjë, kështu që e lash vetëm 5 minuta me një furçë dhëmbësh që kam patur dikur dhe e kisha larë dhe e përdorja vetëm për të larë këto gjërat. Kështu e pastrova dhe e bëra dritë. Tani ende jon shumë bukur, vetëm kur shoh që më ishte ngjitur një mushkonj, mun këtu, nuk e di se sa duket, nuk e di a e shikoni dot. Është mu këtu. Nëse nuk duket shumë, por që në tërësi është bërë dritë edhe ja u sugjeroj këtë si proces për gjitha vajzat që më kanë pyetur dhe që kanë normalisht një Longchamp. Tani nuk kemi pastruar vetëm çantat dhe gjërat. Mami im është pushim këto ditët e fund vitit, ka një 10 ditë pushim dhe i është futur shtëpis me kokë, ndërkohë që unë jam më shumë në punë normalisht sepse janë festat edhe shqyqy që kemi punë, kështu që duhet të rri në punë, duhet të vazhdoj të rri në punë. Dhe kur them ka lëvizur çdo gjë, ju tregova dhe pak më përpara që kemi ndruar, që kemi vendosur ambazhur të dhoma e gjumit, te kuzhina, bleu tavolinën. Tani ka shkuar që të marrë një mbulesë për tavolinën, mbulesë për divanet, tapet për kuzhinën, perde për kuzhinën, dhe do t'ja u bëj një tur të vogël pasi t'i ketë vendosur mami që të gjitha këto që dali edhe më bukur pjesa e kuzhinës. Duam të bëjmë në disa ndryshime të tjera të vogla të kuzhina, por me kohën, se shumë shpenzime lekësh ju e dini që mama tona i kanë shumë qef këto gjëra dhe zakonisht i bëjnë përpara vitit të ri, që të hynë në vitin e ri, domethënë para vitit të ri, po para se të viti i ri, që kur të viti i ri, ty me gjërat e reja në shtëpi edhe t'jenë sa më të rregullta. Tani unë po vishem sepse jam akoma me rrobat e gjumit edhe me vrap për të sharë me tritoj këto flokët se nuk i shoh dot, kështu siç janë. Oh my goodness. Flokët i drejtova, kam mbaruar punë për 10 minuta, okay? Për 10 minuta, sepse më janë holluar shumë, mund ta shikoni, gocat që më kanë ndjekur që nga fillimi e din se sa flokë të dentura kam pasur unë. Nuk po them që jam keq, por në krahasim me çfarë kam pasur, kam shumë më pak, shikoni, o zot. Unë kaq kisha 1, jo 2, jo të gjithë kokën, domethënë. Nëse, çfarë t'i bëjmë? Po jo bien që të gjithave, me këtë ngushëllohem edhe unë. Kisha ditëlindjen unë, po në këtë vlog e keni parë. Disa ditë më vonë e kishte edhe Eri. Eri është pronarja e Beauty Clinic Eri. Dhe thash, çfarë t'i bëj? E dija shumë mirë që të hidronin shumë buqita me lule. Kështu thash, lule jo, sepse kam marrë mjaftueshëm. Veshje e dini juve, nuk kemi stilin, nuk dim masën, nuk di se çfarë vesh, çfarë pëlqen. Kështu thash, as veshje jo. Dhe po mendoja, çfarë t'i bëj diçka që dhe ta përdori. Ndoshta një libër, po, çfarë libër pëlqen? Nuk e di. Çfarë romani mund të pëlqej? Nuk e di. Kështu që e hoqa atë si mundësi dhe mbeta tek një mundësi shumë e bukur. Dhe është nga një vajzë që bën gjithashtu vlog, ju e njihni shumë mirë, është Rea dhe ka agenda, kështu. Eri është një businesswoman, okay? Dhe i duhet një agent për të rregulluar oraret apo nuk e di se çfarë. Edhe thash pse jo, supportoj. Edhe gocat e mia, edhe bëjtë një dhuratë shumë të bukur dhe të këndshme për Erin. E kam kështu të paketuar, nuk mundem t'ja u tregoj dot sepse nuk dua që ta çpaketoj dhe ta prish paketimin. Kështu që atë nuk e di, nuk ta shikoni, mund ta shikoni në një vend tjetër, në një vajzë tjetër që mund ta ketë bler për vete. Por thashtë ja u tregoj dhe t'ju jap një ide sepse janë këto festat e fundvitit dhe janë këto ditëlindjet që janë në fillim të muajit ose në fund të muajit dhe agjenda hyn në punë shumë. Realisht hyn në punë shumë për të qenë sa më e rregullt. Tani do t'iki menjëherë të paguaj dritat edhe ujin sepse kam lënë nam dhe më pas do shohim se çfarë do bëjmë sot. Dua që t'i shkruaj edhe Bruno se takohem me të, por të shoh se do kem kohën edhe do t'ju marr sigurisht me vete. Kur kemi bërë fustanet, i kemi bërë më aq shpejtësi sa që etiketat në kanë ngel pa vendosur. Edhe unë tani duhet ja qep këto me dorë. Normalisht sepse ngjajnë shumë më bukur. Mbylla dyqanin tani me vrap të Eri. Më duket se harrova të lyj buzët, po do t'i lyj shpejt, pastaj do ikë te Eri. Hello, për herë të fundit jemi parë kur unë po shkoja tek Eri dhe tani unë po editoja videon. Pash që
s'kisha bërë një mbyllje, edhe thash me këtë rast, po ju tregoj dhe dhuratat që kam marrë për ditëlindje. Nuk i kam të gjitha, sepse kam ende goca për të takuar, por do të tregoj këto që kam marrë deri tani. Së pari do t'ju them se çfarë i kam marrë vetes. I kam marrë këto dy kremrat, këtë Dr. Altean tashmë e dini, unë super përdor, është më i miri, shikoni besoj se u bë pak kohë që e kam marrë. Edhe i kam shtuar rutinës time këtë nga Seul 1988 dhe është me retinal, që është për radhë të zinj edhe për rrudhat, shumë i mirë. Për rrudhat e imta, domethënë jo këto që janë bërë kanal. Nga shoqet e mia të universitetit kam marrë një çantë nga Aldo dhe është në këtë ngjyrën që unë nuk e kisha. Është pak verore, por me si o pres ta vesh gjatë verës se besoj do bëj kombinime shumë bukura. Doja gjej anën, me siguri. Çanta është dhurata ime preferuar edhe shoqet e mia këtë gjë besa duket e din. Dhe këtu kemi një çantë tjetër nga Daina, është në ngjyrën e zezë. Dhe është kjo këtu e vogël, e bukur, fix siç i përdor unë. Këtë më ta vesh me çdo gjë. Ka edhe një rip të gjatë nëse dua që ta mbaj si crossbag. Dhe dhurata e fundit për sot është një mikrofon. Dhe këtë mikrofonin e kam marrë nga Bruna. Ja kishte bërë dhe Donës po të njëjtën, edhe më thash super i mirë, kështu që ta kesh për vlogjet e tua në YouTube. Kisha harruar t'ju tregoj edhe këtë kostumin që e kam marrë dhurat nga rroba qepsja ime, e cila e ka qepur vet. Dhe çfarë kam bërë tjetër, mami më ka dhënë lek, po besoj këto ditë kur të vi dhe Denisi nga Malta, do ikim nga Kosova mos blen ndonjë gjë andej. Edhe kaq, tani do t'ju përshëndes këtu. Duke ju falenderuar që më pat deri tani, ju ftoj të më bëni subscribe, follow në Instagram Albana_Shainas, follow në TikTok Albana_Shainas, gëzuar vitin e ri dhe shihemi në vlogjet e radhës.